Sapo ka përfunduar ndeshja miqësore mes dy vllaznive, vllaznia e Shkodrës dhe vllaznia e Elit, me presidentin e vllaznisë së Milanos, ish futbollistin shkodran Benard Xhekaj. Benard, e kishit shumë merak prej kohësh realizimin e një miqësore të tillë. Tashmë që u krye, i kënaqur për gjithçka? Për ne ishte një honor gjithmonë të banim një ndeshje miqësore me vllazninë e Shkodrës, i thënë me zemrën tonë që i kena pas gjithmonë. U arrit kjo ndeshje për të bërë. Jam shumë i kënaqur, shumë për edhe vllazninë e Elit, si i thënë, llatë maksimumin për skuadër amatore si jena në atë ligat tona. Shumë i kënaqur. Një pjesë e parë, me të vërtetë ishte model, edhe pse u pësuan 2 autogola, mori vlerësime nga publiku. Po, deri tek minuta 30, lut me shumë mirë atë forcën tonë, sa u mundume, po dije se vllaznia ka një skuadër tjetër edhe është shumë e përgatitur. Ne kena mundësinë me dhënë më tepër, por për momentin jena kjo skuadër si jena. Ndeshjet ndoqët së bashku me homologun tuaj Alban Xhaferi, çfarë u tha më tepër jashtë kamerave? Mora shumë komplimente për skuadrën vllaznia e Elit, se i thënë që këtë iniciativë si po e marrë me gjithë stafin tonë që kena, për me vazhdu për para me ecë me baj vllazni të këndshme edhe për drejtat e etikut në Itali. Pati interes edhe në shkallët e stadiumit Loro Bricë dhe kryesisht kishte nga Milano, shumë familjar, pra edhe këtu e bëre efektin e duhur vllaznia juaj. Po, e vërtet kishte, se kena shumë miqe dhe dashamirë që nga kanë ardhur, nga kanë njekë edhe për kënaqësi për me pa këtë ndeshje dy vllaznit bashkë, është një hënër për gjithë tifozat edhe për gjithë komunitetin tonë që jena nena. Gjatë transmetimit të ndeshjes live, kolegu im Edmond Ibra spikati dhe përsaktoi, vlerësoi 2-3 futbollistë të ekipit tuaj, në veçanti me portierin u dashuruar shumë. E vërtet, 2-3 lojtarë janë kontingjent i mirë, e proponojmë, si thënë, shumë, për momentin është pak me thanë se kanë pak kohë që luajnë bashkë njëri me tjetrin, por 2-3 lojtarë janë kontingjent shumë i mirë që mund të ecin shumë përpara, mund t'japin. Sa ju vlen kjo miqësore në Loro Borisi përballë vllaznisë, në tërë kampionë e Shqipërisë, në kampionë aktuale sezonit fundit? Për ne ka shumë vlerat mëdha për kontingjentin, për vazhdimsinë si skuadër, për një prezantim që ne sapo bëmë me këtë ndeshje të vllaznisë, që në Itali këtë vit vazhdojmë një kategori, domethënë në Itali, që është një kompeticion që fillon në FIGC italiane. Është një kompeticion shumë i bukur dhe ne bëmë një prezantim shumë të bukur, shumë të mirë. Do të vijojnë bashkëpunimet mes dy vllaznive? Po, tjetër me dëshirë shumë të madhe, pse jo, duhet me vazhdu. Unë mendoj se po, duhet jetë diçka e bukur me vazhdu. Me shkëmby ide, me shkëmby mund të jetë edhe lojtar, mund të jetë një lanë dorën njëri tjetrit për ne gjatë që mund të vazhdojnë mirë përpara. Pse jo. Faleminderit. Shumë faleminderit.